Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin ditor, parashikrimin e datës 7. Data 7 shkurt 2026. Duket se është një ditë që mjaft e rëndësishme për nga ndikimi që ka, për nga mundësitë që na jepet. Data 7 shkurt me Mërkuri që kalon në shenjën e Peshqve, ku komunikimi bëhet pak më ndikues, sepse Mërkuri në këtë shenjë kalon informacionin përmes një filtri subjektivi, por dhe përmes emocioneve dhe kështu humbet objektivin. Racionalizmi dhe ndikimi që ka të bëjë se ka një qartësi, është një Mërkuri jashtëzakonshëm intuitiv dhe sigurisht me një imagjinat në bazë të ndikimit të madh që vjen në fushën e karrierës, në fushën e dashurisë, por shndërrohet në një ndikim në retrograd që ka një ndikim mjaft të madh në dukje në datën 26 shkurt që do të jetë në retrogradën e parë për këtë vit. Do të favorizoj më shumë shenjat që favorizohen, kemi gaforet, akrepët dhe peshqit. Ja pra, kur kemi në retrograd që dëgjoni gjëra të tjera juve, bëhet nami, bëhet kjo, bëhet ajo. Favorizime, nuk ka se ka një diçka keq kuptimi ose keq përdorimi. Por gjithsesi duhet pasur vëmendjen sepse kjo datë është një datë ku gjërat arrihen, gjërat të ndryshojnë dhe mundësojnë në anën tjetër. Megjithatë, gjithçka mund të jetë në lidhje me punën, në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet që mund të merren, por gjithashtu është një kohë që është përcaktuese në atë që kërkohet të realizohet. Para se të fillojmë me parashikimin e kësaj date, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson. Duke blerë paketën dhe më pasi keni blerë paketën tuaj, shkoni tek sekretaria. Është pikërisht ai butoni që shkoni atje. Pra hapet ajo dritare, aty vendosni të dhënat pastaj dhe duke vendosur të dhënat e sekretaria, jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni mesazh tek pyetje përgjigje, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e Dashit. Për sa i përket shenjës së Dashit, duket se Dashi ka disa rregulla në fushën e lojës. Kjo do thotë, unë gjykoj dhe mendoj që kjo gjë bëhet kështu. Të tjerët duhet heshtin. Sepse nëse vën me Dashin, Dashi e ka menduar gjatë gjithë kohës se kjo është diçka e re e duhet bërë kështu. Dhe është momenti dhe mundësia dhe koha që jep aprovimin dhe jep atë që ndikon në lidhje me punën, në lidhje me çështjet madhore, sepse ka të bëjnë shumë edhe me anën ekonomike financiare, por gjithashtu edhe me disa çështje të tjera që do të thotë me ekonominë. Pra në lidhje me ekonominë ka diçka surprizuese. Në dashuri, duket se me ujor të dhjetëshit parë me akrep është diçka pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Për sa i përket shenjës së Demit, Demët nga njëra anë janë mjaft të ndikuar dhe shumë surpriza që mund të kenë nga tani e tutje, ku gjërat janë pozitive, janë konkrete në lidhje me ekonominë, në lidhje me takimet dhe vendimet që mund të merrni në ekonomi, në stabilizime dhe në vazhdimsi. Megjithatë, është një periudhë tani e tutje ku gjërat do jenë mjaft mirë, sepse Demi nga njëra anë studion shumë për të qenë korrekt me gjërat që do të bëjnë në lidhje me punën e tyre apo diçka tjetër. Por në anën tjetër ka një gjë që vërtet e lidh me ekonominë, e lidh me vendimet që merr. Pikërisht është kjo periudhë, pikërisht është momenti ku stërziaten gjërat, çështje ekonomike, bëhet kjo, s'bëhet kjo, merret një vendim që po do të realizohet, është koha
momenti dhe çështjet perfekte. Por ju them që demi nga ana tjetër kanë mundësinë për zgjidhur disa probleme shumë herë më të rëndësishme për punën e tyre, për karrierën e tyre dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luan të 10 diqet parë, me peshk të 10 diqet të tretë, ka diçka mjaft pozitive dhe tepër ideale në vazhdimsi. Prandaj është koha, prandaj është ai momenti i duhur për zgjidhur problemin, për zgjidhur kohën, sepse jo s'është çështje kostoje, për punën ose për çështjet ekonomike financiare, ju sheh se demi të keni këtë, sepse pak shopping therapy, pak gjëra të tjera që doni që t'i bëni, por megjithatë është e koha keni hapësira shumë të mëdha për t'i realizuar gjë të tillë dhe e realizoni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep të 10 diqet parë, me ujor të 10 diqet është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Çfarë ndodh me binjakët dhe ku binjakët kanë gjërat që do të ndikojnë tani tutje? Është një mundësi mjaft e mirë, sepse juve keni dhe shumë surpriza xhanëm. Surpriza të mëdha në lidhje me ekonominë, surpriza të mëdha që do të keni në vazhdimsi, sepse duket se tani vërtet koha ka treguar që juve i dini gjërat të realizoni aty ku juve pretendoni për ekonominë, për stabilizimin, për mënyrën dhe mundësinë. Është një moment mjaft i mirë tani e tutje, do shikoni gjërat që do të ndryshoni shumë në karrierë, në lidhje me vazhdimsinë, por bëni pa kujdes në persona të ndryshëm, sepse gjërat janë krejt ndryshe nga që mendoni ju, sepse ka një mendim, ka një vendim që juve jeni në koherent me atë që ndodh, jeni shumë me fat, sepse do t'i zgjidhni gjërat ku dëshironi juve dhe prap periudha është ajo që do të keni mundësinë për t'i arritur qëllimin. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashje të 10 diqet parë, me virgjëresht të 10 diqet tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës. Do shkojmë tek shenja e gafores. Për sa i përket gafores, meqenëse gaforet duket se kanë ndryshime, ndikime shumë të mëdha për anën ekonomike, për ndryshime të mëdha që mund të keni, por është një moment që vërtet gaforet ndryshojnë shumë lidhje me anën ekonomike financiare, lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme që mund të keni, por gjithashtu është një kohë që kërkon vëmendje, kërkon ndryshime, mundësi të arta në anën ekonomike financiare. Por megjithatë, duket se kjo periudhë i ka të gjitha gjërat, duhet pasur pak kujdes në disa takime që do të bëni. Megjithatë, çështjet e financave, lidhje me biznesin, lidhje me karrierën, është një kohë shumë e mirë dhe mjaft pozitive, me sa duket i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur çështjet e juaja. Në çështjet e dashurisë, me ujor dhe me dash, është diçka shumë pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Për sa përket luanëve, meqenëse luanët tani e tutje, duket se zgjidhin problemin e tyre, zgjidhin problemin e punës, kanë pasur problem para disa kohëve, por tani ka ardhur koha dhe momenti që të shikojnë çfarë do të bëjnë në lidhje me punën e tyre, në lidhje me një takim i papritur, do ta thosha unë, por gjërat kanë marrë për të mirë, do ta thosha, nuk ka problem për të shqetësuar këtu, sepse kjo periudhë është periudha juaj dhe momenti më ideal i qenë ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak të 10 diqet parë, me ujor të 10 diqet tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për virgjëreshat, në fakt, duket se kjo periudhë është një periudhë që ju shkon tamam asaj se çka bëhet, sepse lidhjet dhe konkretizimi i punës, i karrierës, i mundësive të arta në anën ekonomike financiare, në biznes, edhe në çështjet e tjera që pak a shumë këto janë veprime dhe vendime që mund të merren në kohën e duhur, por në çështjet e tjera që mund të kemi janë mundësitë shumë të rëndësishme, sepse kjo periudhë është periudha që zgjidhni problemet nga më të ndryshmet dhe kjo është një zgjidhje problematike që keni pasur dikur për anën ekonomike, por vjen një moment që nuk keni problem dhe do jeni shumë të qartë në ato çka do të bëni dhe kjo është periudha juaj, kjo është momenti më i mirë i mundshëm i qenë ndonjëherë. Prandaj mos u shqetësoni për gjëra të vogla. Në dashuri duket se virgjëresh peshk, virgjëresh binjak është perfekte, por njëherë juve sillni katastrofin,
një katastrofë shumë e madhe, që do bëhet, do mërziteni, por nuk ka vend për të mërzitur. Ka vend për të gëzuar, prandaj rishikoni këto gjëra sepse është koha më e mirë e mundshme. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për sa përket peshoreve, meqense peshoret tani e tutje kanë disa mundësi, kanë disa kohë që vinë, ikin, kohë që lëvizni shumë, por meqense tani në këtë periudhë është një periudhë ku do të keni ndikime mjaft të mira, pozitive, sepse ka gjëra të lidhen me ekonominë, lidhen dhe me ndryshimet të mëdha që keni. Prandaj mos u shqetësoni në gjëra të tilla, sepse nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime të mëdha që keni tani tutje, dhe kjo është periudha shumë e mirë për sa përket kësaj shenje. Peshorët në njëra anë duket se i kanë gjërat me nxitim, por nuk është puna se keni gjëra që mos rregullohen ose mos të kenë diçka të shqetësoni. Shkojmë tek shenja e radhës, tek shenja e akrepit. Për akrepët duket se tani e tutje nisin një rrugtim të ri drejt një pune, drejt një çështje që e presim me padurim dhe deri tani e kanë qenë të ndrydhur për arsye të punës së tyre, për arsye të çështjeve ekonomike financiare, për arsye të biznesit, sepse kanë një biznes shumë të rëndësishëm dhe duan që ta çojnë përpara. Është momenti dhe koha më ideale dhe e çojnë përpara, nuk e diskutojnë, nuk e vënë dyshim për sa i përket këtyre çështjeve pune, për sa i përket këtyre gjërave që vërtet është diçka shumë e rëndësishme, vërtet është diçka shumë pozitive për sa i përket zgjidhjeve, zhvillimeve të reja që do të keni tani tutje, dhe kjo është mënyra dhe koha më e duhura për sa i përket këtyre gjërave dhe këtyre mundësive. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse me probleme, edhe pse keni pasur disa çështje të pazgjidhura, do t'i zgjidhni pikërisht tani, sidomos me gafore dhe me ujor janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarit. Për shigjetarët të duket se tani e tutje, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse keni pasur disa keqkuptime, mund arsye në punës ose gjëra të tjera, por duket se ky moment është momenti më favorit për ekonominë, me ndryshime më të mëdha në vazhdimsi, sepse i keni të gjitha mundësitë dhe është një periudhë mjaft e mirë, sepse stabilizoni punën, stabilizoni karrierën, stabilizoni ndryshimin e madh, e prisni me padurimi që tillë, po është e mundur dhe kjo është periudha juaj, kjo është momenti më i mirë i mundshëm për sa i përket biznesit, për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me ekonominë, kanë të bëjnë me gjëra të mëdha, sepse lidhet me stabilizimet. Dhe stabilizimet ekonomike janë pikërisht këto gjëra që do të shikoni më vonë, ku do të keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike, për të bërë zgjedhjen e duhur në gjëra të mëdha që do të keni në vazhdimsi, në çështjet shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë, lidhet afatgjat, kanë bëjnë me peshë të vjedicit të parë, me binjak të vjedicit të tretë, është diçka surprizuese në këtë aspekt. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Për bricapët duket se ka diçka shumë të madhe në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin, ka diçka shumë të madhe në lidhje me një takim pune që do të bëni, është takimi më i mirë, kurse me gafore në anën e dashurisë dhe me virgjëresh është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Ujorët e dashur, nëse keni mundësinë ose kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike, është një mundësi shumë e mirë tani, sepse do të zgjidhni disa problematika të ndryshme, ku është momenti dhe koha, është periudha kur ndodhin fenomenet, edhe një moment mjaft i mirë që mund të stabilizoni punën tuaj dhe karrierën, sepse kur vinë disa gjëra që mund të keni dhe mundësinë, për disa është punë, do ta thosha unë, nuk është pushim, por gjithsesi juve e keni mundësinë të stabilizoni, ditë ashtu gjithmonë është një hap para asaj çfarë ndodh dhe keni dhe mundësinë për të stabilizuar. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me akrep dhe binjak duket të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshqit. Për sa përket peshqeve, peshqit kanë një mundësi të artë në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime të rëndësishme që do të kenë, por gjithashtu merren shumë me ekonominë, do merren shumë me disa takime. Dashuria idealja është gafore, virgjëresh, ku është momenti më ideal. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 7 shkurt 2026. Nëse dëshironi parashikime të detajuara, astrologu.al. Klikoni, e shikoni
dhe më pas dërgoni mesazhin tek dritarja dhe flasim bashkë pastaj tek sekretaria. Pra, dhe flasim bashkë për gjithçka ju intereson dhe duke klikuar jeni gati të flasim bashkë në WhatsApp apo në Viber. Por ju që doni që në kohën që jemi tek pyetje përgjigje, kemi pikërisht të botonin këtu. E klikoni dhe jeni gati të flasim për gjithçka juve ju intereson. Unë Pulla, ju uroj një ditë të mbarë në çdo aspekt të jetës suaj. Gjithë mirat.